Unë do të vazhdoj të insistoj tek përgjegjësia ligjore të dyja segmenteve që janë të ngarkuara nga ligji në këtë rast. Qoftë tek përgjegjësia ligjore e Agjencisë Kombëtare të Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve, Ministrisë Përgjegjëse, qoftë edhe tek përgjegjësia e Pushtetit Vendor. Dhe më lejoni që ta bëj këtë në apo përballë fakteve që tregojnë që kemi barbari, jo vetëm nga ana e privatëve, të zotëve dhe atyre që hasin këto kafsh kudo që ndodhen, por barbari edhe institucionale. Çfarë kam kërkuar unë nga Agjencia Kombëtare e Veterinarisë dhe Mbrojtjes Bimëve? E para, numrin e strehave për qend dhe macet e braktisura në territorin e Republikës së Shqipërisë. Së dyti, numrin e qenve dhe maceve të braktisura të strehuara në strehza për vitin 2024-2025, muajt janar-prill 2026, ndarë sipas bashkimit. Numrin e qenve dhe maceve të braktisura të strehuara në streha që kanë ngordhur për shkaqe natyrore ose përmes procesit të eutanazisë, siç ligji thotë, për vitin 2024-2025, muajt janar-prill të 2026. Medikamentin e përdorur për procesin e eutanazisë, sasinë, vendin e origjinës produktit të ndara sipas bashkimit. Mënyrën dhe vendin e trajtimit të kafshëve të ngordhura për shkaqe natyrore dhe përmes procesit të eutanazisë për vitet 2024, 2025, 2026 të ndara sipas bashkimit. Buxhetin e alokuar për këto strehza për vitet 2024, 2025 dhe 2026 ndarë sipas zërave respektiv dhe sipas bashkimit. Numrin e kafshëve, qenë dhe macet sterilizuara në vitin 2024, 2025, 2026 të ndara sipas bashkimit. Çfarë kam kërkuar nga Ministri i Bujqësisë? Eksaktësisht të vi këtu në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe të paraqitet për diskutuar qartësisht për këtë çështje. Vetëm për këtë çështje, për të cilën e ngarkon ligji, asgjë më tepër. Cila është përgjigjja që kam marrë nga AKVMB-ja? Edhe që më lejoni ta them që është tërësisht e papërgjegjshme. Në përgjigjet shkresës tuaj, në bazë të ligjit, 10.465, datë 29.9.2011 për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë ndryshuar, trajtimi kafshëve shtëpiake të braktisura nuk është kompetencë e institucionit tonë. Thot drejtori. Cila është përgjigjja e ministrit, që përgjithsisht unë besoj që duhet ishte e ndryshme, por për fat keq që është nen për nen, është gërm për gërm, njësoj si e drejtorit. Edhe thot shumë qartë, ju informojmë se trajtimi i kafshëve shtëpiake të braktisura për njësive të veçeverisës vendore nuk është kompetencë e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. Pra as e agjencisë respektive, ndërkohë që ligji thot krejt të kundërt. Çfarë më thon këto dy përgjigje? Unë nuk besoj që ministri e ka të vështirë që të vi këtu e të flasë për çdo çështje që lidhet me fushën e vëmëndarisë ministrisë së tij, ndryshe pse do ta kishte pranuar. Pse do ta kishte pranuar detyrën? Ai ka bërë 12 kooperativa deri tani, gjë që është një punë shumë e vështirë se sa kjo tjetra, për të ardhur këtu e për të folur për këtë gjë. Por unë besoj se drejtori i AKVMB-s, ministri vet, nuk e kanë lexuar ligjin. Drejtori i AKVMB-s, ministri vet, nuk e kanë bërë punën. Madje, refuzojnë të përmbushin detyrën që u ngarkon ligji. Madje akoma, që t'jemi drejt, çdo drejtore, çdo ministër bujqësie deri më sot nuk e ka bërë punë. Punë qensh, thonë. Kështu e trajtojnë, si punë qensh. Ndërkohë që në stilin e tyre, doja t'ju thoja që qenë dhe mace mban edhe për shoqëri, po edhe për energji, edhe kryeministri. I imi, i të gjithëve. Apo edhe më tutje, në stilin tim tani, me këtë punë, qensh e macësh, i ka ngarkuar ligji, të qenit njeri me kafshën e shtëpisë e jo vetëm. Po të qenit njeri me mira familje që ndajnë jetën e tyre, plot dashuri, me 1, 2 ose më shumë kafshë të tilla shoqëri. Çfarë ndodh kur ministria, drejtori, AKVMB-ja nuk bëjnë punë? Bashkia Tiranë, bashkitë e tjera nuk bëjnë punë. Dita kur kërkova interpelancën, ishte dita pasi aktivistë mbrojtjes së kafshëve gjetën në kosha mbeturinash në qytet.
dhe pastaj në periferi, në gropa të hapura, e të pambyllura, qenë të vrarë, të ngordhur, të ngrirë, në një akt barbarie dhe në shkeljet plot të ligjit. Çfarë bëri policia? E pasaj, çfarë bëri prokuroria? Se ministria nuk ka bërë gjë, afërmendsh. Shihni këto foto. I kërkoja kryetarit kuvendit që më vitë në dispozicion që t'i ekspozoja në ekran që ka kuvendi, po akoma nuk më kanë kthyer përgjigje. Po këto janë foto në territorin e Republikës së Shqipërisë, në territorin e Bashkisë Tiranë. Janë qenë të ngordur, të vrarë më mirë me thënë, të ngrirë, të futur në qese të zeza, e të hedhura në përkoshë. Shihni. Dhe ky konsiderohet krim nga kodi penal. Shihni. Shihni. Në Tiranë, në kryeqytetin e Shqipërisë. Për të vazhduar më tej, çfarë ndodh tjetër në territor? Helmimi nga autoritetet që më lejoni t'i quaj barbar, që sillen rrugëve duke helmuar qenë. Barbari si kjo, që korrektohen nga sjellja e njerëzve që duan kafshët dhe që evidentojnë pikërisht këtë gjë. A doni t'ja u tregoj? Shihni këto foto. Kështu i helmojnë qenë në Tiranë. Me ushqim të helmuar, vën para tyre, edhe ngordhur, me helm, e ndaluar totalisht nga ligji, e konsideruar krim nga kodi penal i Republikës së Shqipërisë. Nuk ka vdekje më të tmerrshme se sa helmimi, apo ngordhje, në këtë rast, se sa helmimi në këtë farfeje, në rrugët e Tiranës, kryeqytetit të Shqipërisë. Shihni. Dhe kjo gjë është masive. E bërë nga njerëz, po e bërë edhe nga zyrtarët të institucioneve. Ka edhe më, e që lidhet me atë që edhe ju folët, e që ka të bëjë me barbarinë e njerëzve. Shihni këto pamje. Ky është një qen i hedhur në një kazan me zift. Për ta ngordhur atje. Për fat nuk dha shpirt, dhe për fat e gjetën njerëz që i duan kafshët. Dhe e kthyen në këtë gjendje. Quhet Viktoria, dhe për fat është gjallë. Apo në krahun tjetër, ajo që është edhe më e rënda, mënyra se si trajtohen në këto strezat e bashkive, është barbaria në kufijtë e institucioneve publike. Urdhroni, kjo është në Tiranë, në 2017. Shihni si i vrasin kafshët brenda strezës. Dhe kështu është edhe në disa bashki të tjera, ku kjo mënyrë sjellje natyrisht na bën që të identifikojmë sa më parë të mundur që nuk jemi ne, nuk mund të jemi kështu, nuk jemi këta ne.